أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gjuma në kaluar e fillum një kitab të ri, një përzgjedhje e sahihut të Bukhariut. E mbaruam hadithin e parë, edhe pse në fund në mbetën disa reshta, mirë po, tema u kuptua, po letrën që ja dërgoi pejgamberi alayhis salam Hiraklit. Tash do vazhdojmë me hadithin tjetër inshallah, që transmeton Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë. Sa janë temat e para të Sahihul Bukhariut, që kanë bëjnë me imanin dhe islamin. Qale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, bunje l-islamu ala khamsin. Bunje është ndërtuar el-islamu, feja islame, ala khamsin mbi 5. Çka mbi 5? Prandaj xhamat duhet neve hoxhallarët hiç pa hyrë ndoshta ezber me bo Jasinin, te bareken, ammen e kështu me radh, me mësu gramatikën arabe. Tash, islami u ndërtua mbi 5. Çka mbi 5? A ose di thysh pejgamberit alayhis salam stakfirullah hasha ve kella nuk din arabisht fole, ose neve nuk e dim mirë arabishtën, do themi apo. Prandaj duhet mirë me studiu sarfin edhe nahwin për t'i kuptuar këto. Këtu i thujnë se mudafun ilehi apo hath. Është një stil në gjuhën arabe, dënjerë njënën për 2 fjalëve e shlysh. Për nuk thysh libri i hoxhës, drejt thysh hoxha. Ka thënë hoxha, kalon te hoxha. Shqip kur e thysh këtë s'ka kuptim. Ama në arabisht kjo është stil i lartë. Tamam. Dhe marrim edhe matutje dhe kaloje, po edhe në Kur'an kalon shumë vende. Surën Fejr dhe e lexosh, edhe do të thosë aty Allahu Taala në Kur'an, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Ditën e gjykimit kur do dalim të japim llogari, erdhi Zoti jot bashkë me melajqet dhe u radhitën nëpër safe. Si të kuptojmë këtë? Domethënë jaa emru rabbike. Shif njënën për këtyne e kanë shly. Erdhi urdhri i Zotit tënd që të mblidhen melajqet saf dhe të japim llogari Allahu Taala. Tamam. Kësa i thujnë ta bësh hath mudafin ose mudafun i lejhin. Në me marë përkthimin në gjuhën shqipe Sahihul Bukhariu, dhe shojë se ka thënë Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Kush e tha këtë shtylla? Pejgamberi se ka thënë. Ama kjo nënkuptohet brenda fjalisë së pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, që el islamu buni el islamu ala khamsin, dhe paramendojmë sikur është khamsi qawaide, mbi 5 shtylla. E para, shahadeti e la ilahe illa Allah, me dëshmu se s'ka zot tjetër përveç Allahut, u enne Muhammeden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe se pejgamberi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. E dyta, shtylla e dytë, wa iqami salati, me fal namaz, wa itai zekati, me dhan zekat, wal hajj, me bo hajj, wa sawmi ramadane, dhe me agjeruar. Tamam, neve muallimët si jam mësojmë fëmijëve shartet e islamit apo mapa të imanit. Shqiptimi i shahadetit e kështu me radhë. Ama xhamat nuk u desh të rije kjo vetëm te fëmijët. Neve rritemi, martohemi, hymë në punë, m'duket pastaj i harrojmë këto sharte. Ani boxhe i kom në zemër, po shqyr në zemër i kemi, ama miro me i ditë përmendesh kështu. Kur hasim në ndonjë mezhlis, drejt të përsërisim shartet e islamit e imanit, mos hym tema shumë të thella, tregon një shok e kam të zemrës, e nëpse rrallë shifemi ta shkaku i dinamizmit të kësaj dynjas, mirë po e du prap shumë për izat Allah. Tregon, sot hoxho, kur shkojshim të mulla Garip Efendia, e në neve tash si ma trej pak entuziazm, kënë në falim namaz, kemi ngju do fjalë të reja, filleshim të shesim mend hoxhës. E kur në shifte hoxha se hym do tema të thella, me një thoshte, haj numroj shartet e avdesit, hajte i numroj shartet e namazit, hajte i shartet e imanit. Neve si xhamat duhet që këto me i ditë xhamat, e ma pa helbet nëse dë studiojmë për fen islamet, bëjmë i hoxhallar, ta dim çka është mesebi Hanefi, çka është mesebi Maliki, Shafi e kështu me radhë. Neve duhet jemi të realt, Allahu Teala i don robën modest, duhet t'i dim
zeburi cilit pejgamberi ka zdrip. Çka thjesht. Tamam. Mos hym tema më thella se mapa. Allahu nuk I don ato shenjat e qibrit. Mirë. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. E tash ky dietar poshtë në komentim që ky dietar cili dietar? Hoxha I Fatih Sultan Mehmedit xhamat. Tamam. E ka sherhun e Bukhariut, El Kawtharul Jari ila Riyadi Ahadith al Bukhari. Hoxha I Fatih Sultan Mehmedit, Molla Gyrani rahimahullahu taala. Në këto xhamia që I kanë ndërtuar perandoria osmane, do referohemi te ulemat e perandorisë osmane. Nuk e kemi halal, ma po është tradhti të referohemi te ulemat që kanë shaj perandorinë osmane. Atëherë jemi tradhtar. Atëherë hiçu për kësaj xhamie, shko në një xhami tjetër. Tamam. Kjo e para. E dyta, do thënë hadithi I dytë. Çka ka thënë ky dietar? Ktu nuk kalon farzi edhe pse xhihadi, edhe pse konsiderohet farz. Mirë, po nuk është farzi ajn, është farzi kifajet. Ushtria shkon e bën xhihadin edhe për muslimanët tjerë. Një lloj si puna e hoxhallajkit. Kitë muslimanët nuk e kanë obligim bëhen hoxhallar, disa prej shoqënisë bëhen hoxhallar edhe mbaron ai farzllëk për atë qytet apo për atë millet. Hadithi I dytë, Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu transmeton, do informata të shkurta pak për Ebu Hureran, është ba musliman kohën e Khajberit, pejgamberi a.s. e sheh duke mbajt një macë të vogël, për këtu del se është sevap me ushqy maca, prandaj selam nanave dhe grave që frikën për macave, nësë në lanë neve të mbajmë maca, ta bëjmë këtë sunnet, është sunnet me mbajt maca me ushqy maca gjema, qenë jo, maca. E ka mbajt në dorë një macë të vogël dhe pejgamberi a.s. I ka thënë, ente Ebu Hurere, te je baba I macës. Këto janë do shprehjet ambla që të regojnë sjelljen e butë të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tregon, ka thënë pejgamberi a.s. El imanu bid'un wa sittuna shu'be. Imani është 60 e kusur pjesë. E po tash në përderse ka kalu se imani nuk mund të ndahet në pjesë. E nuk mund të thuish I besoj Allahit, ama me laqeve si besoj. Estagfirullah. Po. Do me thanë, janë do vepra që ta stolisin edhe ta forcojnë ma tepër imanin. Ase imani si iman xhamat nuk ndahet, as nuk shtohet, as nuk paksohet si iman flasë. Neve me sebi Hanefi kështu besojmë. Imani as nuk shtohet e as nuk paksohet. Po dhe lexoni Kur'anin ndoshta me përkthim, kur u lexohen aty në ajetet kuranore u shtohet imani, flet për sahabët Allahu Teala. E si tash hoxhët ai thosh nuk shtohet imani, në Kur'an thot shtohet imani, si di besoj? Si dhe kuptojmë? Nëse e kuptojmë se shtohet imani bëhet problem xhamat. Imani është një, shartet e imanit as nuk shtohen e as nuk paksohen. Sahabëve kur I është lexuar Kur'ani, u është të shtuar imanin çfarë aspekti? Në gjërave që I kanë besuar, deri a ditë themi 100 ajete kanë zdrip. Kur I lexohet ajeti 101 nga ana e pejgamberit, se a ditë ka zdrip themi, edhe asaj I besojnë. Në këtë aspekt shtohet imani. Tamam. Ase kështu thush mushtua imani, mund thush në aspekt fuqia e imanit, nuri I imanit mushtua. Po, edhe neve I përjetojmë këto faza dë njerë. Kapin do ditë nuk pik as njerë namazi sabahut, qohesh namaz natë e falish, e ndjesh një fuqi matë madhe të imanit. Shkojsh me dë një shoqni, pak thirin dë një kafe, kafiq, muzik, fem në tre, kur e shohesh një ditë redit sabahi, u shduk. Tu dopsua imani, këtë aspekt, nuri I imanit. Ase për ndryshe, nuk u paksua, apo nuk u zvoglua pika e imanit që I besojsh. Ti edhe kur e falish sabahin, I besojsh 6 pikave të imanit, besimin e Allah, besimin e libra, besimin e melaqe, besimin pejgamber, rimxhaljen pas vdekjes, edhe në caktimin e Allahut. Te ne kur e falish sabahin ti ne I besojsh, e në kur së zgjohesh sabahin ta falish ti ne u besojsh. Edhe në xhami këty ne u besojsh, edhe kur të mashtron dhe një shok të merr në ato lokalet e këqija, prap I besojsh. Neve Hanefit që themi nuk shtohet dhe nuk paksohet imanin këtë aspekt themi, aman mos keq kuptohet. Që, ka thënë pejgamberi a.s. Imani është 60 e kusur pjesë. Do me thënë ka vepra, 60 e kusur vepra që ta forcojnë dhe ta shtojnë imanin në aspektin e nurit dhe dritës. Wal haya'u tash në veçanti. Kësa I thujnë ta bësh, ta përmendish khasin mbas amit.
Po si i tha 67 kusur, ja Rasulullah. Tash në veçanti e përmend edhe turpin. E turpja nuk hyn në ato 60 kusur, se është një vepër, po hyn. Mirë po, i kushton më tepër rëndësi pejgamberi alayhis salatu wassalam kësaj. Wal haya'u shu'batun min al iman. Edhe turpi është një pjesë e imanit, do të thonë që ta shton fuqinë e imanit, ta shton nurin e imanit. E tash ta shohim çka qen ka turpi. Ky dietari i madh Molla Gyrani thot, nëse më pyet çka është në realitet turpi, them çe kështu. Turpi është një punë shpirtënore që nuk mund të përshkruhet. Me fjalë që ne kallëzosh, turpi ku, as nuk preket, as nuk shifet apo. Mirë po, është një instinkt që ekziston në brendin e njeriut, me të cilin njeriu ruhet nga sjelljet e pahishme. Instinkt është kjo. Apo ta kujton shejtani një gjest, refleks, instinkt, jo, se ne bëj, se do korritem para xhamatit. Do korritem para familjes, do korritem para milletit. Allahu Taala na ruajt. Dhe rënja e saj në etimologji vjen nga fjala el hayatu. Hayat, ata që din turqe e kuptojnë se është jetë. Që do të thotë, një njeri që e posedon këtë cilësi të turpit, thotë është i gjallë me ndjenja dhe akoma i ka shqisat e forta. Nga kjo e kuptojmë se një njeri që e humb turpin, do të thotë i ka humb ndjenjat më. Gjio mbarja për rizilin, a themi ne, i ka humb ndjenjat, edhe së një asqarojsh ati mos se zbon mbare, dë folin njerëzit, na shef Allahu, me lajqet, e ka humpaj, ndjenja s'ka. Dhe tash jetojmë me një vakët, ku rrjetet sociale kemi, deshet vinë vesh do informata, do lajme, se edhe neve ndoshta e kemi pak ma dobët imanin, him dë njerë të shëllojmë gjika gjiska. Që ajo gjithujmë gjika gjiska, më duket në alane pa turp gjemat. Se tunë gju një dit normalizohet. Ja tash në Turqi shpejt u bo aktuale. E stakfirullah, njeri e ka marrë vjerën e vete, kanë hik, janë martu. Nuk quat ajo martes, e stakfirullah. E merë vjerën e vete o gjemat. Edhe ma pa kjo bëhet top teme dhe dele mbronat të veten, jo, pse unë jom dashu kam të drejtë, stakfirullah, çfarë të drejteve, subhanallah. Është i vetmi person gjemat, që vetme niqahin që e bësh me vajzën e asaj, me njerë quhet nana jote. Me njerë quhet nana jote. Dhe deri në vdekje, si dush mbas një ditë ndahu me atë grua, nana e asaj, me që ke nënshkruar ti se do martohesh me vajzën e asaj, nana e asaj, do me thanë vjera më është nana jote deri në vdekje, edhe me undaj dhe me i ba divorc asaj gruas. Dhe sot aty ka ardhur puna që dalin në për lajme, dhe neve i ngjojmë këto estakfirullah, nesër fëmia jonë di ngjojnë, do shte edhe di shofen mesin tonë. Si shumë dukuri dhe fenomene që në rinin e haxhilerëve tonë kanë qenë tabu, sot diskutojnë. Do flamu i do ngjyra, ku e diçka. Se dim ku do vije halli xhamat, ku na xheje ki vakët, ki zaman, Allahu na i rujt fëmijët edhe vlatët. Që këtë është puna që këtij hadithit. Turpi është një pjesë e imanit. Turpi është ai që të ruan mos i bësh këtë punë. Se i ke halan ndjenjat e gjalla. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men elqa jilbab el haya fala ghibata lehu. Shif sa shprehje të bukur. Kush e hedh petkun, kush i hedh teshat e turpit, do me thanë zhveshma komplet nga tiparet e turpit, ati njeri nuk i quhet ghibet kur i folis mbas shpine. A duhet me fol, me denoncu që ta din këtë thoqerët se sa punë që ja ban ky njeri, shif këtë do të përgojojnë mapa. E në askush nuk të hape as vajzan, as nuk do se të bëhet ortak me ty, as nuk do do se një selam të ta jape në rrugë. Tamam? Allah ja rabi në ruaj nga çdo gjest i tillë. Kjo ka lloj xhamat. Lloj. Allahu Taala na ruajt. Mirë. Po ka edhe lloje tjera, nëse i ke ndjenjat e forta dhe të intereson si të dalish para Allahut, të japish llogari edhe para Allahut, keni turp. Që kjo nuk të lën të gënjesh. Hajde, kojshia nuk do marrë vesh. Xhamati s'do kuptojë se gënjej, ama Allahu më kupton. Allahu e din se gënjej dhe tash ajo ndjen apo ai instinkt themi më mban që mos e bëj këtë gjest të pahishëm se të jap hesap Allahut, si të rish Allahin. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sharrun nas man yati ila haula bi wajhin wa ila haula bi wajhin akhar. Njëri më i keq është ai që prezentohet apo del para këtyne me një fytyrë, para këtyne qerve me një fytyrë tjetër.
Ndryshe me thonë, unë jam hoç dhe të flas për profesionin tim dhe për atë që e kam unë gajle për veti. Ju ma pa krahasojni punët e juve. Tash unë e kam dalë këtu para juve në xhamat të flas ndryshe, kur të hyte dhoma jem atje te zyra, të flas ndryshe. Do me thonë s'kam turp. Dhe këto juve normalisht e keni punët tuaja, obligimet tuaja nuk i dini. Ama neve hoxhallarët, aq mirë i dim xhamat të trika. Derisa të punësohet bën 100.000 drangulia. E rren xhamatin me vite të tëra, a e di se në zyra atje flet ndryshe. Shkurt me thonë xhamat, kitve juve u qun qafira, ama kur hyn aty në dhomë që thot këtë, kur del tu ju lavdron juve, Allah ju shpërblev xhennetit janë kujt. Shkurt që këtë. Shife me çfarë fytyre të dalë para Allahut xhelle xhelalu. Mirë. Po thot ky dietari mas, nëse ma parashtrohesh këtë pyetje, ndonjëherë njeriu do punë obligative së një bën, shkaku se turpi e ndalon ata apo. Si për shembull thot, ta urdhërosh dikë për një punë të mirë apo ta ndalosh në një punë të keqe. Vjen turp apo, sidomos nëse është ai njeri në pozitë më të lartë se ti. Apo babën për shembull, ose do një njeri vërtet me pozitë kështu në shtet, e shofish se e bën një gabim, së një thuish mos bese nuk bën kjo. Apo frigesh, thot, a quhet edhe kjo nga turpi? Apo jo, thot ky dietar, jo, nuk o kjo turp, kjo është dobësi dhe rizillëk, khaur, rizillëk është kjo. I fregesh ma shamatisë sa Allahut xhelle xhelaluhu. Neve kemi këtë apo. Po i thash djalit tem po ku e di mos ngjon. Nauk, kjo nuk o të dvaj turp për ditë ti përzihesh djalit. Ky i vjen se jemi të dobët. Një shembull e kam dhënë me një ders, Allahu ma kujtoi ashtu, themi se ja ofrojnë djalit tan një punë shumë të mirë me miliona euro do marret themi për një muaj. Si di kishim det mbi kokë, pranoje. A pse për namaz nuk e rim mbi kokë? Pse nuk e zgjojmë namaz sabah djalin apo vajzën? Pse? Se çato ndjenja pak na janë zbeh. Allah ya Rabbi, ne flasim kështu ama çajm dert o xhema, çajm dert. Këto telefona, këto filma, ki dynja lajk, na e dobësoj këtë iman. Dhe këtë kjo ka të bëjë me qatë turpin. Mirë. Vazhdojmë me hadithin tjetër. Këtë e transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu ta'ala anhu. Edhe kjo ka qenë për dietarëve të mëdhej të sahabive, ka qenë shumë i lidhur fort për hadithin e pejgamberit, e kanë thirrë si hafiz i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Hurera, që e përshkruajtëm hadithin e kaluar, ka thënë për atë, unë kam bajt mend më tepër hadithe se gjithë sahabët tjerë, përveç Abdullah ibn Amr ibn Asit. Ati së nja kalova. Se ai edhe mbante mend, po edhe kishte shkrim lexim i shkruante hadithet. Për këtu, një isharet, keni kujdes, çdo ders mo u mërzita, bëj bie se nuk do hin këto tema, se mund ku e di nesër të hasim në një problem. Ama keni kujdes, hapen në rryma të reja xhamat, që dhe i mohojnë hadithet, dhe i mohojnë sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe dhe thujnë Hazreti Omeri s'ka lënë atë vakët shkruan hadithe. Hadithet nuk janë shkruajt vaktin e sahabëve, i ka shkruar ai Uzbekistanit, për kë kanë? I Uzbekistanit kush është xhamat? Imam Buhariu rahimahullahu taala. Allahu na bashkoft në xhennet me atë. Nëse nuk e duam Imam Buhariu, nuk e duam pejgamberin alayhis salatu wasalam. Kur dhe kuptojmë këtë fjalë që e thash, inshallah nuk dhe shumë vonë. Inshallah nuk dhe jemi tu i dhanë hesap Allahut xhelle xhelaluhu. Tamam. Aman, kjo rrymë e re tash që është tu për hap mos na mashtroje. Hadithet janë shkruar 200 vjet mbas pejgamberit. Abdullah ibn Amr ibn Asi sahabi, nxënësi i pejgamberit. Shif Ebu Hurera thot, unë e mbajta më shumë mend për mendesh, a jene mbante mend e ne i shkruante hadithet. Do me thënë, a janë shkruar hadithet në vaktin e pejgamberit? Janë shkruar. Edhe pikë. Tamam. Vazhdojmë tash. Hadithi, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, el muslimu, musliman është, tash si dhe kuptojmë, men selim el muslimune min lisani wa yadihi. Është ai person nga dora e të cilit dhe gjuha e të cilit musliman qerë janë të siguruar dhe të mbrojtur. Tash musliman është që ky. Nëse japim kuptimin e dukshëm të këtij hadithi, atë rivejnë se gjithë neve nuk jemi musliman, se të pak të njëherë gratë tonë i kemi lënduar, fëmijët tonë i kemi lëndu me dorë, gratë me gjuhë, xhamatin do shta hoxhën me gjuhë. Na ka ndodhur dë njerë si fëmijë jemi grind, halis me grushta, me shkelma. A nuk jemi musliman atëherë?
E po pejgamberi a.s. ka thënë, kush nuk e lexon Fatihan nuk ka namaz. Atëherë nëse e kuptojsh ashtu, nuk jemi musliman të gjithë neve se kemi ofenduar gruan tonë ndonjëherë në shtëpi. Si duhet t'i qasemi haditheve o xhamat. El muslimu, el kamilu, musliman i përsosur, musliman i përkryer, musliman që do vërtet Allahun dhe pejgamberin, këto në klapa pa qetër t'i shtim, se ma pa del nga kontrola feje islame. Tamam, ulemat kështu e kanë kuptu islamin, kështu na e përcollën ne. Musliman, thot, po, hadithi thot musliman. Ama ka dhe hadithe qera që na pengojnë të japim këtë kuptim. Me një ofendim që ja bësh muslimanit qetër, po hysh në gjuna, ma qafir nuk bëhesh. Një lloj si, pa e lezu Fatihan, s'ki e namaz. Imami lezon, neve mbas nuk duhet ta lezojmë as Fatihan as kur gjë. Imami lezon edhe pik, mos ne. Mirë. Thënë muslimani vërtet është ai nga gjuha dhe dore të cilit të tjerët janë të siguruar, janë rahat. Wal muhajiru, muhajir, më thënë ai që bën hijret, është ai person i cili hejra mane Allahan, hik nga ndalesat e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe këtu dhe kuptojmë muhajir i vërtet, një njeri që emigron për të ruajtur dinin e Allahut. Në të vërtet është ai që edhe në shtëpinë e vet e din ta bëjë këtë hijret. Hoxha em ka thënë, në të vakët, nga dhoma me televizor të dalish në dhomën tjetër ku s'ka televizor, është hijret. Dhe pak e kanë tallë, hoxhën e kanë nxjerrë edhe në gazeta edhe në lajme shife ky se atër televizori ka qenë diçka shumë e madhe. Që ju hub fama televizis. Mo ndoshta në shtëpia nuk e vëm televizorin, pse? E kemi këtë posto tjetër. Atëherë unë tash e bëj update fjalën e hoxhës tem. Hijreti vërtet është ai që nga telefoni me internet dhe me të prekur kalon prapë te telefonat me susta. Që kjo hijret xhamat. Për një orë mund të hyjmë në 100.000 gjunafe, Allahu Taala na rujt, edhe neve burrave njëherë që ma pat na shojnë edhe fëmijët se baba jem po është i ndishëm ndaj telefonit me internet, që edhe ai të bindet mos e përdore. Ama neve fle me telefon, fëmia na shef neve, hajde rje 24 orë. Ja Rabi, hatri e zanit, hatri i xhumas, ja Rabi, kemi shumë probleme në jetën tonë. Ama vërtet na gjek zemra ma tepër për fëmijët tonë. Ja Rabi, nxjerrë një gjenerat mesin tonë që nuk do përdorin telefona. Amin, ja Rabi, amin. Që të hanë buk pa telefona, që të flim pa telefona, edhe në shkollë dërin pa telefona. Ma djetë në gjami pa telefona. Amin. Mirë xhamat, me këtë mbarëm, ka kelime i tauhid, Yasin i Sherif, kelime i tauhid, dua khatme, Allahu Taala gjithve u abaft kabullë. Amin. Subhana Rabbi al-Ali al-Wahhab, alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين مؤمنين سالمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.